Pas disa orësh në Arati dhe pas kontrolleve të shumta të policisë, 70 vjeçari i dyshuar për plagosje me armë zjarri të fqinjit të tij pas ditën e djeshme në Shkodër është vetë dorëzuar. Në njoftimin zyrtar, policia bën me dije se autori i dyshuar për plagosjen me armë zjarri të fqinjit të tij për motive të dobta, pas kontrolleve të shumta pa mundësisë për t'u larguar dhe negociatave mes familjarëve dhe policisë është vetë dorëzuar. 70 vjeçari u arrestuar për vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Si rezultat i kontrolleve të shumta të kryera nga shërbimet e policisë, pamundësisë për t'u larguar dhe për të qëndruar i fshehur, si dhe negociatave të vazhdueshme mes familjarëve të autorit të dyshuar dhe policisë, shtetasi PB u dorëzua tek strukturat e policisë në lagjen Rus, ku qëndronte i fshehur prej orësh. Në përfundim të veprimeve procedurale, 70 vjeçari u arrestuar për veprat penale, vrasja me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, pasi rreth orës 14:30 të ditës së djeshme, në lagjen Partizani dyshohet se shtetasi PB 70 vjeç për motive të dobta ka plagosur me armë zjarri fqinjin e tij, shtetasin VB 64 vjeç, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.